Për me mbrojt drunin për infektimit. Po, jo për drunin për këtyne patogene. Se mund është me bajt për pëmën pëmë, e me përhap smundje nëse është të smundje. Po, nëse s'ki alkohol, banë edhe domestos. Domestos banjës, ha? Domestos ose asi që përdorin banjës. Për dezinfektimin e banjës, banë edhe këtu. Pema kresitet në 3 hapa të përgjithshme. Hapi I parë, pastrimi. Pastrohen pipat që ndalën në trungë, që këtu. Pasandej deg të thyme si kjo këtu, po këte e presim në tansi sepse kem deg tjera këtu shumë, kjo është e tepërt, edhe hjesim degën. Shohem nëse ka deg që janë të infektume, smuta, thata, me zëse këtu s'paska. Pastaj këto pipat që dalin vertikalt, që quhen ndryshe hisë të ujt. Këto gjitha hisën sepse vetëm e pengojnë pemën. Faza e dytë është faza e rallimit. I rallojmë degt në mënyrë që me mujt me hi drita edhe dielli deri në brendësi. Kjo ndikon edhe në kualitetin e frutave, po edhe në smundje ndryshme, se sa ma e shpesh me kam degt e pemës, këto patogjenet është vendi përshtatshëm pastaj për patogene për këto. Për me imëri këto 2 qëllime, e bëjmë rallimin e pemës. Për shembull këtu, te kjo pemë kem 1, 2, 3. 3 deg afër njëna tjetrës. Këto dyja shumë afër edhe janë paralel, do me thonë hisën. Këtu kjo mas pari hesim këta se është tepër poshtë. Pastaj këto dyja paralel, kjo tjetra pengon me këta këtu, kështu që hesim këta edhe që duket që është me madhe. Mjafton kjo me mbet. Edhe kjo ka deri 20 fruta mundet me I bë, dhe mjaftojnë sa të dush. Këtu kemi 3 deg në një nyje që nuk është në rregull. Edhe kemi shumë këto 2 deg, kjo deg me këtë I konkurojnë njëna tjetrës edhe janë paralel në drejtën njëjtë. Kështu që e hesim këtë rast, e hesim këto më të madhe, hesim këto 2 njëftushme. Alo? Faza e tretë është shkurtimi. Kjo e ka rolin me shkurtu, dhe me honës me lanë pemën me shku tepër nalt, edhe me bo shumë mas të madhe të degve, I bojmë shkurtimin. Shkurtimi bëhet gjithmonë afër një dege anësore. Për shembull këtu. Nuk e lam një deg, që kjo deg e merë pastaj rolin, zhvillohet që kjo deg edhe nuk qep pipa 3 këtu afër. Vazhdojmë. Për shembull këtu, kemi 2 deg, e presim këtë, edhe shkurtohet kjo. Të me hanë kemë bo shkurtim edhe kemë lënë këtu. Këtu ka frute,
Kjo ndikon edhe mu trash degas, që me mujtë mi majt frute tjera. E mos mu zgjat, e mu po tepër e gjatë. Ja kem jesë këtë pjesë. Vazhdojnë. Jesë mjërë. Gjithmonë afër një degën po, afër një rrën. Gjithmonë. Këte e lam, këte e hekë. Këtu. Gjithmonë e lam, degën që e lam nga jashtë, që mu zhënu. Pema. Këtu. Të dyja kryshohen, në hiqet njëna. Mbetet kjo, hiqet kjo. Gjithashtu, këtu. Mbetën këto. Kjo ka shkon ka mesi, kjo hiqet. Edhe kjo gjithashtu. Edhe kjo gjithashtu. Kjo shkurtohet te kjo afër. Kjo shkurtohet, mbetet kjo. Kjo është për afërsisht që ka është dashtë në hisë kësaj. Sepse masa që hisë, degë që hisë nuk duhet me kalu ma shumë se 25% si ta degë, mas shumë të 30%. Sepse hisë në te për atëherë, që është në krizë, degë tira pa mas, tipa 3, që nuk është ajë qëllimi i kasitjes. Prandaj edhe nëse ka nevoj hala me hijek, e lam për vitin tjetër.